Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje nga studio e hapur në gjuhën shqipje. Përpjekjet e çdo televizioni çdo herë janë që të ketë musafir të veçantë në studio dhe të sjellë individ të veçantë të cilët do ta ndajnë të kaluarën e tyre historike, do thotë me popullin të cilët i takon. Edhe studio e hapur në gjuhën shqipe ka bërë përpjekje që sot të sjellë një personalitet të veçantë. Do të shprehemi veçantë për shkak se të veçantë do ta bëjnë veprat e tij, i cili tashmë 10 vite ka kaluar afër presidentit Rugova. Për mua dhe për ju kam kënaqësinë që ta prezantoj zotrin Adnan Merovcin. Zotri Merovci, mirë se na erdhe në Shkup. Mirë se u gjej, faleminderit për thirrjen dhe për japjen e mundësisë të jem me juve. Zotri Merovci, sot do të bisedojmë për të kaluarën e juve një rrugtim bashkë me presidentin Rugova. Mirë po në fillim na bën një biografi se kush është Adnan Merovci. Faleminderit, tani në këto raste kur po kem kështu farë biseda, pak po ndihem i ngrysur me fol për biografinë time, megjithatë unë do të përpiqem shumë shpejt dhe shkurt ta përmbledhi, si me thonë, me 2-3 fjalë. Unë jam i lindur në qytetin e Vushtrisë, është qytet i lashtë në Kosovë. Kam mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Mitrovicë, në atë kohë kam përfunduar fakultetin elektroteknik në vitin 1981 dhe si inxhinier i diplomuar i elektroteknikës 10 vite kam punuar në Bankën e Bashkuar të Kosovës. Mbas një dekade pune, fati më ka rrok edhe mu si të gjithë, i politikës të regjimit Serbisë që ka qenë dhe kam humbur punën, na kanë largu nga puna. Pas asaj unë 10 vite pa ndalshëm ju kom afrue zyrës së presidentit Rugova dhe kam qenë çdo herë afër tij. Pas lufte, dikun mars vitit 2000, unë jam tërheq prej aktivitetit me presidentin Rugova, në kohën kur kanë përfunduar disa gjana dhe ka filluar një epokë e re. Atëherë i kom kthy vetvetes, familjes time, punës, profesionit tim, kam udhëhec Telekomin e Kosovës një kohë, mandej kam qenë udhëhec si zgjedhjeve në Kosovë, i KQZ-s në zgjedhjet e vitit 2004. Pastaj në disa ndërmarrje prapë në Telekom, kurse tash momentalisht aktualisht, kur po flasëm, unë jam në kryet një institucioni shtetëror, kushtetues dhe të pavarur, që quhet Komisioni i Pavarur për Media, dhe është i njohur në publik si regulatori mediave, si me thonë, që në të ne quhet Komisioni i Pavarur për Media, të ju quhet si agencion, dhe janë paka shumë kanë ngjashmëri dhe ne kooperojmë edhe me këtë agencion edhe në Maqedoni dhe jam kryetar i Komisionit Pavarur për Media, është një post i zgjedhur prej votave të Parlamentit Kosovës. Zotri Merovci, do ta bëjmë një bisedë interaktive. Kërkesat e shikuesve tanë do thotë janë padyshim rrugtimi të cilin e ke bërë me ish presidentin në Rugova, do thotë një president i shejtë tashmë tek shqiptarët, i cili edhe pas luftës do thotë i fitoi vazhdimisht ato zgjedhjet dhe në rajon në Ballkan njihet edhe si presidenti më vizionar, do thotë tek shqiptarët. Mirë po kthehemi paraprakisht në vitet e largëta të vitit 1981. Keni qenë mjeshtër i karates, nëse nuk gabohem, pastaj ke qenë edhe refer ndërkombëtar, ashtu, keni referu në ndeshjet e karates, mos gabofsha. Po, ka ndodhë, kjo është paka shumë lidhet me biografinë time, unë nuk kisha dash shumë me zgjatë, megjithatë me qenë se më bë pyetja, po, ai ka qenë një aktivitet sportiv i imi që jam marrën dhe bile kara që bashkë në këtë vit provimin për mjeshtër e kam dhënë në Ohër para një komisioni kombëtar Maqedon dhe ka pas edhe shqiptar po edhe të huaj. Në atë kohë edhe në Ohër që ka qenë dhe Maqedonia shquhet me një traditë goxhat mirë dhe të fuqishme të sportit karates. Do me thonë dhe pas një kohë kur në fillim atëherë kanë qenë garat pak të organizuara në mënyrë më të dobët se që janë tash, kam kaluar në referim, edhe i kam dhënë provimet dhe kam qenë refer ndërkombëtar, por mas një kohë unë veç kam lënë këtë aktivitet, jam marrë me punët që i përmendav më herët, po megjithatë si kohë, si nostalgji, si miqësi, si dokumente, mbetet edhe ajo histori. E përmendëm karaten jo rastisht, ndoshta kjo ka qenë ajo ndihmesa e cila të ka ofruar afër presidentit Rugova, po? Qatë them, tani une presidentin Rugova kom njoft edhe më herët edhe pa qenë udhëhec dhe lider i shqiptarëve, ka qëllu që kom banu në një hyrje me te në Prishtinë,
Rrugova me paraqitjet e tina edhe të mahershme që kam vitit 85, 86, 87 dhe punën e tij dhe veprat e tij ka ra në gjeneratën time si një personalitet pak më ndryshe, pak më modern, properëndimor, edhe pse unë nuk jam ilamist të letrave dhe i letërsisë, sepse ai ka qenë studius i letërsisë, një kritik, një shkrimtar, por megjithatë është shqusi intelektual pak më ndryshe dhe më modern dhe më trendi, le të themi. Edhe ka pas, si me thonë, një patriotizëm racional dhe ka qenë definitivisht jo një nacionalist, por nëse thohem nacionalist, ka qenë nacionalist modern dhe racional, ose më mirë me thonë një patriot racional. Dhe si i tillë, çdo herë ka qenë i adhuruar dhe i dashur, edhe prej gjeneratës që vijone, dhe arsyeja ose mbështetja ose motivi im më tepër ka qenë edhe kryesor ky. E tani, se shumë njerëz më njohin edhe si njeri i afërt ti, si hije ti, si shoferi ti, si shoqëruesi ti, si bodyguard, si këshilltar, si shef i zyrës, ku ta di unë. Këto janë krejt gjana të kuptueshme dhe të shpjegueshme, sepse unë me të vërtetë kam qenë hije ti 10 vjet afër, por normalisht që ndoshta në një moment edhe kjo nuk ka qenë dobësi, pse unë kam mujt me pas ose kam pas një shkallësi, le të themi, edhe fizik, por me pas një shkallësi fizike afër një njeriu që idenë dhe motën dhe imazhin e ka paqë dhe paqësor dhe njeri i dialogut, i komunikimit, i bashkëpunimit, po me një qëndrim politik shumë të fortë, edhe nuk shkon fort, sepse Rrugovën kryesisht, nëse mund të themi tani edhe fizikisht, e ka mbrojt ideja e tij, veprimtaria e tij 100% publike, e hapur dhe transparente, dhe kryesorja është rruga që ai e ka ndjek për ta realizuar këtë ide, dhe rruga ka qenë definitivisht paqësore, por paqësore aktive, me punë, me veprime, me ndërkombëtarizim të çështjes, me shpjegim të çështjes së shqiptarëve në Kosovë, ty respektu të gjithë të tjerët dhe jo kundër serbëve. Dhe kjo ka rezultuar që Ibrahim Rugova për një kohë të shkurtër është ndruar një njeri i adhuruar, edhe bilej edhe i regionit, dhe në këtë rast, domethënë, sigurisht kemi me folë në ndërkohë edhe të komunikime dhe relacioneve që i ka pas, edhe me qarqet Macedone udhëhecit të asaj kohe, mbasi që Rugova u kyç në një mënyrë edhe në jetën aktive politike. Zoti Merovci, jeni një ndër shqiptarët e rrallë të cilët keni pas mundësi që një pjesë të jetës tuaj ta kaloni, do të thotë, me dy figurat më të ndritshme të historisë shqiptare, do të thotë me ish presidentin Rugova dhe me komandantin legjendar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotri Adem Jashari. Do të thotë na rrëfen diçka se si ishte takimi, kur keni bashkëpunuar me to, e kështu me radhë. Nuk jam i vetmi, po okej, mund të jenë ndër të vetmit, por relacionet dhe afërsinë që ma ka mundësu ndoshta edhe aktiviteti dhe puna me njënin dhe tjetrin, ndoshta e bojnë pak të veçantë. Po nuk muj me thonë që i vetmi në mënyrën që kam qenë. Fillimisht, do me thonë, për Ibrahim Rugovën, do me thonë, disa herë është thonë edhe mënyra që unë i kom afru, i kom qasë me një vetë iniciativë, i kom ndajt ofër dhe kom kry një punë për mbarvajtje të zyrës ti dhe aktivitetit ti. Në ndërkohë, do me thonë, aja aktivitet ka qenë çdo herë politik, ka qenë i jetës, i punës. Mos të harrojmë që Rugova ka udhëheqë një lëvizje, e cila lëvizje është marrë kryesisht me jetën, është marrë me shkollimin, është marrë me shëndetësinë, është marrë edhe me kulturën. Por me qenë se kemi ndodhë në një regjim që veç u pa dhe u dëshmue me rënimin e autonomisë në mënyrë të vëndshme, me segregacionin, me politikën, do me thonë, definitivisht, do me thonë, anti-shqiptare në Kosovë, bile edhe nëse mund të themi tani edhe Jugoslave të ati organizimit që ishte, sepse ai regjim ishte në luftë me të gjithë, do me thonë, në një mënyrë me ide dhe me botkotime ishte edhe në luftë, edhe me Macedoninë dhe me Malin e Zi, por ja që nuk pat luftë armatosu nëse luftë përgjakshme, dhe unë mendoj që këtu meritat i takojnë vetë popullit Macedon dhe udhëheqësisë edhe të kohës Macedone, që në një mënyrë shumë të vetëdijshme dhe moderne ose të nevojshme e menaxhojnë një situatë tillë dhe ju shmangë luftës, për ndryshe dihet që regjimi Miloševićit ishte në luftë me Sloveninë, me Kroacinë
dhe me Bosnën dhe përfundoi aty ku filloi dhe dihet ku ka fillu në Kosovë. Dhe duke qenë kështu, Ibrahim Rugova edhe aspektin e luftës nuk e ka mohu kur, por ai ka qenë një njeri që ka proklamu paqë dhe ka thonë mundemi të miremi vesh dhe kundrejnë një trendi shumë dhe një standardi modern dhe suprem edhe të kohës që edhe dominon edhe në të ardhmen që quhet dialog, marrëveshje, paqë, sepse jemi popull i vjetër, jemi popull të lashtë dhe politika e Rugovës nuk ka qenë as vetmohuese për veti, por as kundër dikujt. Ai ka kërku një rast dhe një shansë për të realizu populli i vetë për të drejtat natyrore. Drejt natyrore është me jetue, dhe ne të drejtën me jetu të lirë nuk e kemi pas në atë regjim. Të drejtën me shkull. Dhe kjo ka qenë, si me thonën, ajo krejt atmosfera e jashtme dhe e brendshme që ka karakterizu Ibrahim Rugovën si një lider. Dhe duke qenë i tillë dhe duke mos e shmang luftën kur, ai bile është presë dhe ideatori një marrëveshje me Shqipëri për ushtrimin e disa eksponentëve të parë në ushtrime ushtarake në Shqipëri. Dhe duke qenë se Shqipëria ka qenë vetëm shtet që e ka njoft Republikën e Kosovës, edhe me parlamenti e ka pas një rezolut, le të themi, për njohje, atëre në një mënyrë kemi pas marrëdhënie edhe të këtij niveli. Dhe Rugova ka qenë ai që merra me Zalin dhe të tjerët kanë bënë marrëveshje. Dhe në këtë i ka qenë përfshim edhe një patriot, tani edhe luftarak, edhe një njeri i luftës dhe një njeri shumë i vendosur në ato kohëna dhe që është shu me veprimet e tija që ka emrin Adem Jashari dhe që koha e dëshmoj që ati me të drejtë edhe epiteti komandanti legjendar i UÇK-s që une duke qenë edhe në shkollë mesme Mitrovic, tani po i kthejma historisë mrapa, kam pas komunikim dhe kontakte, po pse jo me thonë edhe kom pas shok Ademin, por unë kur nuk e kom ditë në atë kohë që ai do tjetë edhe do të shëndrohet ose do të bëhet një komandant. Se kam ditë asë në vitet 91-90, kur 90 mas viteve, fillim vitet 90 gjatë ushtrime ushtarake dhe gjatë takimeve që i kem pas në Tiranë, në Kosovë edhe në kryesisht në Zvicër, sepse ai ka pas komunikime edhe në Gjermani me lëvizjet e tina. Dhe normalisht që kemi pas takime, ka pas takime të rastit dhe të qëllimta me te, dhe këtu nuk isha lëshu në një fotografi që ekziston ku është Ademi afër meje dhe Rugova aty, një njeri afër meje nuk mund me qenë rastit, sepse sido që tjetë unë e kam pas dhe aty është edhe një person i gardës, aty ka pas edhe se kem qenë në aeroport duke u kthy nga Amerika në Tiranë, vitin 93 është, dikun ka fundi vitit 93, jo fillimi vitit 93, mas një udhtimi gjatë Rugovës në për Evropë dhe Amerikë, dhe Ademi, si shumë herë, është qëllu dhe aty fati ka desh që u boni fotografi, për ndryshe takimet të llojit marrëveshjes, të një caktimi strategjie, sepse Ademi ka qenë i përfshirë në grupe, ai është ditë që është një patriot dhe një njeri që në shpirt dhe në zemër e ka luftën dhe për një luftë koherente, në një luftë të efektshme, jo në një luftë se për ndryshe nuk kishin me u artikulu gjanat që shkanec dhe ajo shu edhe me aksionet që kanë qenë vitin 99, pastaj ma vonë me regjimin sërb që ajë definitivisht është tregu si njëri që nuk dorëzohet i gjallë dhe historia ka vërtetu. Dhe tani këto komunikime vërtet është që kanë ekzistu, Ademi e ka njoftë Rugovën dhe Rugovën e ka thirrën Ademi Rugovës i ka thonë komandant, nxedh komandanti, dhe ka pas, do me thonë, edhe aktivitete. Ademi ka pas edhe vllaun, edhe vllazën dhe familjen, bile dihet vllau i tij Hamza ka qenë edhe një ndër iniciatorët e lidhjes demokratike në Skenderaj, prej Kavin aty, Prekazit, do me thonë, po flasim për kona kur krejt Kosova ka qenë LDK dhe krejt Kosova ka qenë Rugovë, se s'ka pas rrugë zgjidhje tjetër, i ke pas dy, o me Rugovën, o me Miloševićin, o me LDK-n, o me SPS-in, sepse nuk ka pas rrugë tjetër dhe pse ka zgjedh populli shqiptar Rugovën, le të themi, ose pse, sepse fillimisht nuk ka pas mundësi tjera, por e dyta rruga të cilën e ka zgjedh Rugova ka qenë rrugë e pranuar në popull, se populli mundet në eufori më të përkrah, me kohën me ty, më të pranu, por me kohën është edhe historia, edhe ajo kohë ka tregu që Rugova ka udhëheq definitivisht një ide fitimtare, sepse edhe koha dhe historia e dëshmoj këtë.
Zotëri Merovci, po kthehemi gjatë viteve 93-94, dikun një veprim të cilin e ke bërë në aeroportin e Zyrit ka tregu për kushtimin tuaj ndaj presidentit Rugova. Si ka qenë ajo ngjarje kur reaguat në mbrojtje të presidentit Rugova kur një kalimtar i është ofruar? Po, kjo ka qenë një rast, po, të tash edhe ma rikujtove. U ko një rast për i shumë rasteve që në ato cejaket e Rugovës dhe të mijave pas ti, ku në aeroportin e Zyrit ishim veç unë ajë duke shku në Tiranë, ka ndodhë raste kur kam qenë vetëm veç me te, dhe ka qenë raste kur ne kem qenë në atë business lounge, por jo në VIP tretman, sepse ndonjëherë dhe kështu ndodhte, ndonjëherë lëvizshim edhe le të themi si pasagjer të thjeshtë, pa u paralajmëru dhe mi marr ato statuset e një VIP se ku ta diun. Dhe shkum në free shop, unë deshta mi ble 2 boksa cigare për Rugovën, sepse vinem në Shqipëri, por duke qenë veç unë aj, i thash, hajde po shkojmë bashkë. Unë ndoshta kom gabu se ishtë dashtë me lomë business lounge, po nuk mujta me lomë vetëm, dhe i thash, hajde me mu. Erdhë, shkum, në moment aty një njeri, si shumë, dhe më thonë shqiptarët vishin njerët, kur e Rugova ishte i popularizur, kur e panë, por ky ishte një njeri që ishte pak ma i veçantë, ishte një korpulent edhe u afru edhe po i fletë në gjuhën sërbe kryetarit, po i thotë qëfar cigare pen ti. Dhe ty kështu tamam, drejt për drejt edhe Rugova s'foli fare, as se pabile, se qërke. Unë e këtyra kështu edhe, si me thonë, studiova në shpejtësi dhe me mimik i thash që s'ka përgjegje dhe e të rrugës tonë. A i në atë rast po përja qëtë dorën në kra dhe po donë mi thonë që unë po të foli ty edhe përgjezmo, po tani mu të gjitha drejtat mi për në atë rast nëse veç edhe me menue dhe në një moment sigurisht nështë të tash ma ndryshe kësha menagju, po në atë rast edhe pak nështë të temperamenti edhe majeri maj fuqishëm e kumboni veprimin edhe gjestë që nuk është dashtë nështë ta me bo. Mirë po ka qene në vetë mbrojtje, po... Qatë them tani mujtë të thuhet, po ndoshta kësha mujtë edhe ndryshe me menagju, po mu shumë merë mërzi se kuptoj që s'duhet me folë, hajde në regull jem, po edhe me prek, nuk spaku. Une jadash me dije që në Rugova nuk o vetëm dhe që ku jo mënë, se diqka dënë ti me fola, me sëqaru, po jo drejt me te. Okej, une bona një ndërhyri aty, po a ishte... Nuk them asgja, nuk them që ka qenë provokator ka dasht, po e pranoj ku mujtë unë me qenë gabim. Por aj e pat një përjetim tronde edhe bërtiti këtë sa që në moment e ardhë policia. Dhe policia më pa mu që e kësha lidh ato, dhe më thonë kësha lidh me duri, jo me pranka, se më s'kom qenë polic. Dhe Rugova, dhe më thonë, ishte në një situatë, nga dalat në që apo ndodhë, ka dalë ma, zdi, edhe unë e vendosa mësë me lëshu pa arë policia dhe i thash këj në sulmoj neve, kuptohet, i thash në sulmoj. Dhe policia me njerë dhe unë i kisha do kode ose do letra që i dëshmova ku shim tek dhe në moment ato e kanë marë, kanë lidhë, neve në kanë qunë lanç, mande jonarë në kanë kërku falje dhe falje, por edhe një qërtim pëse se këmë parasit Rugovën. Ka qenë i pakanë shumë, nuk kom qef që ka ndodhë, por mas ndej kanë qenë interesant komentet e Rugovës, mas ndej në umarë, se thënte që mësë më hanin sy edhe mu, në jam pak i dëpt kështu vital, po thëj ke ty rëgju edhe unë në i grësht dikon. Dhe më ka qenë shumë edhe spirituaz momenteve të caktume. Zotëri Merovci, kemi padyshim shumë pyetje të cilat do t'i kthejmë historisë. Do të provojmë i bo shpejt me u përgjith. Po, mirë, po do të kthejmë pas një pauze të shkurtë në pjesën e dytë të emisionit. Kthejmë pas pak.